prokuroria duhet ta kishte bërë të qartë që në fillim çfarë provash kishin në lidhje me atribuimin e këtyre blloqeve shënimeve për zotin Selimi, edhe më pas ta jepte të gjitha provat për të mbështetur pretendimet e veta. Nuk e ka bërë këtë gjë. Trupi gjykues nuk duhet të pranoj këto thirrje dëshpëruese të fazës së fundit të prokurorisë në mënyrë që të justifikojë pa aftësinë e tyre. Në lidhje me akuzat individuale, në lidhje me kontributin kundër zotit Selimi, mbrojtja bëri parashtrime të thelluara sa takon besueshmërisë, mbështetshmërisë së dëshmitarëve, kontraditave mes dëshmive të tyre dhe mungesës së provave. Qoftë nëse këto prova ishin në favor apo jo të zotit Selimi. Përgjigja nga prokuroria cila që në lidhje me këto parashtrime thanë që nuk do të rhiqen nga akuzat në lidhje me qirezin për zotin Selimi. Sidoqoftë, edhe për këtë aspekt konkret, ju ftojmë të nderuar gjykatës të shqyrtoni pretendimet që ka pasur prokuroria në dosjen paraprake kundër zotit Selimi dhe i lutem krahasoni parashtrimet dhe këto pretendime me këto që ka ngritur prokuroria në fund të çështjes gjyqësore. Mund ta shikoni vetë se si prokuroria ka ndryshuar narrativën e vet. Sa i takon kontributeve të pretenduara të konsiderueshme të zotit Selimi në NKP, është shqetësuese heshtja e prokurorisë. Prokuroria shumë thjesht nuk ju kundërpërgjigj kundërshtimeve që bëri mbrojtja në lidhje me pretendimet e tyre dhe provave të tyre sa i takon kontributit të pretenduar të zotit Selimi në NKP. Dhe nuk ka asnjë detyrim mbrojtja për të shtjelluar në në lidhje me këtë pikë. Sidoqoftë, prokuroria trajtoi aspektin juridik të natyrës së këtij kontributi, pra sa i takon ndërmarrjes kriminale të përbashkët. Mund të shikoni transkriptin e të hënës së shfaqja 29136. Çështja nuk është nëse akuzuari drejt për drejt shkaktoi secili nga krimet për të cilat akuzohet, por nëse sjellja e tyre në mënyrë të konsiderueshme avancoi më tej ndërmarrjen kriminale për të cilën akuzohen. Askush nuk ka pretenduar se kontributi duhet të ketë shkaktuar drejt për të drejt krimin në mënyrë që të merret parasysh për qëllimet e përgjegjësisë penale në KP. Po kjo është një shpërqendrim i qëllimshëm prokuroria. Ajo që ka rëndësi është që kontributi i pretenduar duhet të ketë kontribuar në mënyrë të drejtë për drejtë në krimet për të cilat akuzohet.